Aksident në Maliq. Ambulanca përplaset me një makinë raportohet për një person të plagosur. Në orë të parë të mëngjesit të sotëm, rreth orës 5 të mëngjesit, një aksident rrugor u regjistrua në afërsi të fshatit Sovian në Maliq, ku janë përplasur një autoambulancë dhe një automjet tjetër. Sipas së përplasjes, ka mbetur i plagosur një shtetas që udhëtonte në mjetin e vogël. Sipas të dhënave paraprake, i plagosuri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Përplasja ka qenë e fortë duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në të dy automjetet, ndërkohë pritet që grupi hetimor të përcaktojë rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.